para njëherë unë kam shkuar vazhdimisht në Zvërnec dhe të dëgjoj nga njerëz që se din ku i bie Zvërneci, që atje duhet të jetë zonë e virgjëre të mos ketë investime, kur nuk shkonin kur në Zvërnec, unë nuk e pranoj dot. E para. E dyta, kur vjen fjala për kapitalin, nëse ti mendon se ekonomia rritet, se vjen dikush dhe t'jep 4 miliardë euro, urdhro merri ti se jemi ne bamirësit edhe kështu do rritet ekonomia, atëherë nuk e din çfarë bote jetojmë. E treta, nëse ne duam që emigrantët të kthehen në Shqipëri, emigrantët nuk kthehen duke bërë nga një bujtin. Se po të ishte për të bërë nga një bujtin, kanë gjithë instrumentet e botës që t'i bëjnë nga një bujtin. Kthehen nëse ekonomia shqiptare arrin në atë nivel mirëqenie, e cila mundëson që jetesa në Shqipëri të jetë e krahasueshme me jetesën në Bashkimin Evropian. Jetesa në Shqipëri mund të bëhet e krahasueshme me jetesën në Bashkimin Evropian, nëse të ardhurat janë të mjaftueshme që ta bëjnë këtë lloj jetese. Që të ardhurat të jenë të mjaftueshme, nuk ka dhurues dhe bamirës të t'japin lek në dorë ty, ka vetëm zhvillim ekonomik përmes investimeve të mëdha kapitale.